Shëllimet e fundit, si rezultati konfirmimit të aktakuzave ndaj një pjesë të ish udhëhecëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, në mesin e cilëve edhe presidenti Hashim Thaçi, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi, ish kryetari tjetër i Kuvendit të Kosovës dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, deputeti Recep Selimi dhe të tjerë, gjithë këta dhe gjithë këto zhvillime e kanë vënë edhe një shtetin e Kosovës në sprovë. Me këtë rast, më lejoni të përshëndes sjelljen e tyre të përgjithshme, gatishmërinë për të bashkëpunuar me dhomat e specializuara të Kosovës, qëndrimin dhe kulturën e tyre institucionale, e cila dëshmon edhe njëherë se Republika e Kosovës i beson drejtësisë dhe bashkëpunon me drejtësi pa asnjë hezitim. Qeveria e Republikës së Kosovës vlerëson se në situatën e re të krijuar, kur presidenti i vendit ka dhënë ndërheqje, duhet të ruhet stabiliteti i institucioneve sa i përket ushtrimit të kapaciteteve dhe kompetencave kushtetuese. Qeveria e Republikës së Kosovës zotohet se do të punojë me përkushtim e me ndershmëri për të realizuar obligimet dhe përgjegjësitë e saj kushtetuese. Qeveria do të bashkëpunojë me të gjithë barësit e institucioneve dhe me partnerët tanë ndërkombëtar.